Paguani faturat e energjisë në mënyrë që të përfitoni shërbime të përshpejtuara për legalizimin e objekteve nga zyra Luiznit. Apeli është bërë nga Ministra e Zhvillimit Urban Eglantina Gjermeni, që mori pjesë në inaugurimin e zyrës së re të Luiznit në Shijak, e cila do t'i shërbejë banorëve të kësaj njësie vendore dhe zonave përreth për përfundimin e procedurave për legalizimin e objekteve të tyre. Të gjitha kërkesat dhe problematikat që ata kanë mund të vinë fare mirë pranë zyrës këtu të legalizimeve për t'i kryer të gjitha procedurat për të legalizuar pronat apo banesat e tyre. Them që ky proces si prioriteti i qeverisë merr një nxitje tjetër duke ofruar shërbime sipas nevojave të qytetarëve dhe duke i ofruar shërbime cilësore atyre. Në të njëjtën linjë me ministren Gjermeni ishte edhe drejtori i Luiznit, Artan Lame. Është shansi i fundit që kanë të gjithë qytetarët shqiptar për të bërë legalizimin e banesave të tyre. Ju ftoj dhe ju bëj thirrje edhe një herë deri në fund të këtij viti të vazhdojnë me vetdeklarimet që kanë mbetur akoma pa i bërë, apo aty ku kanë procedurat, vazhdojnë me procedurat. Në harkun kohor të muajve prill-nëntor, pranë zyrës së Luiznit Durrës, janë legalizuar rreth 3000 objekte dhe 15000 të tjera janë në proces legalizimi.